rritjen e pjesëmarrjes në tregun e punës, nxitjen e arsimimit profesional dhe trajtimeve praktike, informalizimin e vendeve të punës, mbështetjen e sipërmarrjeve të vogla dhe të mesme, SME. Janë rritur programet subvencionimit të punësimit të rinjve dhe programeve duke ndihmuar në përfshirjen e grupeve më të ndjeshme të tregut të punës. 6. Perspektivat dhe sfidat për të ardhmen. Për të arritur stabilitetin e Bashkimit Evropian, Shqipëria duhet të fokusohet në rritjen e cilësisë së punësimit dhe përmirësimin e produktivitetit. Duhet të zhvillohet një sistem integruar mes arsimit profesional, teknologjisë të sektorit privat që të përgatisë të rinjt me profesionet e së ardhmes dhe sektorit privat. Pashtu, formalizimi i tregut të punës dhe uljes së emigracionit ekonomik janë prioritete që kërkojnë bashkëpunim midis institucioneve shtetërore dhe sektorit privat. Viti 2025 përfaqëson një periudhë tranzicioni pozitiv në tregun e punës në Shqipëri. Pa punësia ka shënuar ulje, punësimi është rritur, ndërsa punësimi është rritur lehtësisht. Struktura institucionale po përpiqen të krijojnë kushte për më të qëndrueshme për punë. Megjithatë, sfidat mbeten të theksuara, sidomos në lidhje me cilësinë e punës, punësimin e të rinjve dhe barazinë gjinore. Nëse trendet aktuale vazhdojnë dhe politikat përfshin mbështetje reale për zhvillimin profesional, Shqipëria mund të afrohet ndjeshëm në standardet europiane të tregut të punës deri në fund të dekadës.